Trajneri i ekipit të Dreqiqit Malit Zi Simon Iveza, një ish basketbollist i Superligës së Shqipërisë, sot mysafir në Shkodër përballë kombëtarës në një miqësore. Isha dy role sot. Sot isha edhe si zavendës trajneri i ekipit kombëtar dhe si trajneri i ekipit të Dreqiqit. Një ndeshje e cila i shërbej më shumë ekipit kombëtar për përgatitje për ndeshjen me Slovakinë, një ndeshje që tregoi momente të mira, kështu që ne si ekip që vjen nga trevat shqiptare tregojmë gjithmonë mirënjohje dhe falënderim nga ekipi kombëtar dhe nga Federata Shqiptare e Basketbollit për ftesat për ndeshje të tilla. Duke qenë se jeni kaq afër kombëtarës së Shqipërisë në rolin e zëvendës trajnerit, një opinion për përgatitjet në Shkodër si dhe për ndeshjen e sotme. Shkodra është gjithmonë ekip, si thosh, qytet sport dashes, edhe këtu ndihesh gjithmonë mirë, sidomos ekipi kombëtar. Akomodimi është i mirë, ushqimi është i mirë, stërvitjet po bëhen me program të duhur. Ekipi është në rinovim e sipër. Kemi filluar që në periudhën kur ka qenë profesor Karaj me rinovimin e ekipit dhe janë ofruar shumë lojtarë të ri, tani kanë ardhur edhe disa të tjerë. Dhe kështu që nuk mund të pritet një gjë që të ndryshojë apo të bëhet shumë e madhe për një cikël apo dy cikle. Kështu që Shqipëria sigurisht ka një të ardhme të mirë, një të ardhme nëse do të punohet me programin e dur, besoj se në të ardhmen do të ketë suksese. Profesor, kjo është ndeshja e tretë zyrtare që Shqipëria zhvillon në kuadrin e eliminatorëve. Ka humbur në transfert me Slovakinë, ka humbur në këtë pallat sporti me Kosovën dhe kjo është e treta. Mendoni se e treta vërteta për të marrë fitoren e parë? Faktikisht ashtu duhet të ishte. Në Slovaki kemi humbur ngushtërisht, gjithsesi ato kanë qenë me dy lojtarë më pak cilësor se sa vinë tani në Shkodër. Gjithsesi besoj në mbështetjen e publikut shkodran dhe në në lëvizjet e reja që kemi bën ekip, besoj se do jetë shumë e vështirë për Slovakinë. Ne premtojmë luftë deri në minutën e 40 për ta marrë fitoren edhe për të qëndruar pikët në Shqipëri. Dhe e fundit, sa i mungon kombëtarës mungesa Daniel Legndrejit, shkodranit që luan me Prishtinën, që është dëmtuar fatkeqësisht? Ai fatkeqësisht është dëmtuar pikërisht me Slovakinë, është një lojtar që jep frymë shumë pozitive në ekip, është një lojtar që është shumë i fortë fizikisht. Mungon edhe në anën taktike, kështu që do jetë shumë e vështirë, si thosh, mbushja e Boshllakut që sjell ai në ekip. Gjithsesi problemin kryesor në kombëtaren shqiptare është roli i organizatorit, roli i liderit i cili mban dhe organizon lojën. Kështu që besoj se këto çunat e ri të cilët janë të ekipit ofruan tani që janë 18-19 vjeçarë që do të ndrojnë dushën dhe brezin i cili po vjen, besoj se do jenë në nivel më të lartë se sa janë tani. Faleminderit. Faleminderit juve.